Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar pak marrëdhënien e Bardhit edhe të Gjestit. Ju e dini shumë bukur që të dielën startoi edicioni i parë i emisionit Vajz apo Djalë, një emision që vjen në moderimin e Sara Gjordenit. Sara për herë të parë ka treguar që ka patur një mbështetje të madhe nga vetë Bardhi për të nisur këtë rrugtim. I ftuari i parë në këtë emision, me patjetër që ishte Bardhi, për të komentuar jetën e tyre, për të komentuar marrëdhënien e tyre dhe për të komentuar dashurinë e tyre. Dhe kështu ndodhi. Bardhi foli për gjithçka rreth Sarës edhe Neas, vajzës së tyre që ka ardhur në jetë. Dhe po në këtë intervistë ekskluzivisht Bardhi tregoi se me kë janë bashkëpunimet e para, ndërto përmendi edhe Gjestin. Bardhi tregoi që unë kam patur tha me Gjestin bashkëpunim kur askush nuk bënte në atë kohë bashkëpunime me Gjestin, sepse u dukej një këngëtar kot, një këngëtar i parealizuar, një këngëtar pa bagazh, domethënë një këngëtar pa asnjë gjë. Dhe në momentin tha kur askush nuk bënte, i pari tha që kam bërë bashkëpunim në atë kohë me Gjestin, kam qenë tha unë. Në një botë ku fama shpesh lind nga momenti dhe nuk harohet po aq shpejt, janë disa miqësi që qëndrojnë më gjatë se reflektorët dhe më të forta se çdo gjykim i përkohshëm. Një nga këto histori të ralla që po vjen nga dy emra të dashur të skenës shqiptare është Bardhi dhe Besar Kelmendi. Gjesti e nisur shumë kohë më parë, në një kohë kur të di ishin ende rrugës për të bërë ata që sot janë. Kjo miqësi do të shpërthej tani në një projekt muzikor, që sipas shumëkujt mund të jetë surpriza më e bukur e kësaj vere. Në një intervistë të ndjerë në emisionin e bashkëshortes së tij, Sara Gjordeni, Bardhi vendosi të ndajë me publiku një pjesë shumë të veçantë të jetës së tij artistike. Një kuptim, një histori dhe mbi të gjitha një njeri që ai nuk e ka harruar kur. Gjesti, fituesi Big Brother VIP Albania 4, i cili fitoi jo vetëm çmimin e madh, por zemrat e shqiptarëve me thjeshtësinë, sinqeritetin dhe dashurinë e tij shpirtërore, duket se ka një kapitull të përhapur me Bardhin. Në lidhje që daton shumë më përpara se të niste rrugtimi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, pak veta e dëgjonin, pak e kuptonin atë çfarë ai mbante brenda. U shpreh Bardhi me emocione të dukshme. Unë e dija që kishte shumë më tepër se sa dukej në sipërfaqe. Më kujtohet kur e ftoja në studio, jo për emrin, se nuk e kishte ende, por për energjinë. Ka disa njerëz që kur hyjnë në dhomë, nuk bëjnë zhurmë, por ndryshojnë atmosferën. Gjesti ishte një prej tyre. Këto fjalë nuk ishin thjesht nostalgji, ishin preludi i diçkaje të re, të madhe dhe shumë të bukur. Bardhi konfirmoi atë që fansat e kanë pritur në heshtje, një projekt muzikor i ri, një këngë që do të mbajë emrin dhe shpirtin e asaj miqësie të vjetër. Jemi në punë, kemi një material që na emocionon shumë. Nuk do të jetë vetëm këngë, do të jetë një rrëfim, tha Bardhi. Ky bashkëpunim i shumë pritur vjen në një kohë kur të dy artistët janë në kulmin e karrierës së tyre. Bardhi me hitet e tij të njëpasnjëshme dhe reputacionin e ndërtuar me kujdes, është kthyer në një nga figurat më të dashura të muzikës shqiptare. Gjesti nga ana tjetër ndonse me një stil të tërhequr dhe introspektiv, është kthyer në simbolin e një suksesi të ndershëm dhe të merituar, një i heshtur që zhurmoi gjithë Shqipërinë me qetësinë e vet. Ajo që e bën këtë bashkëpunim edhe më të veçantë është fakti që nuk lindi si një projekt strategjik, por si një rikthim në rrënjët e një ndjenje të pastër, respekti, mbështetja dhe mirënjohja e madhe, në një realitet ku shpesh lidhjet krijohen për interesa dhe zbehen në të njëjtën mënyrë. Miqësia e Bardhit edhe Gjestit është një kujtesë se disa marrëdhënie mbijetojnë gjithçka, kohën, distancën edhe famën. Kënga që pritet të publikohet së shpejti, ende pa një titull të konfirmuar, do të regjistrohet në Tiranë dhe sipas burimeve pranë tyre, përfaqëson një përzierje të stilit autentik të Bardhit me vokalin emocional të Gjestit. Nuk është thjesht bashkëpunim për hit veror, tekston një mik i afërt i artistëve, është një mesazh, një histori për ata që janë bashkë besnik ndaj njëri tjetrit dhe kur nuk i shikon kamera, është një këngë për ata që nuk harojnë kush ishte pranë tyre
dhe kur askush tjetër nuk ishte. Në rrjetet sociale tashmë ka nisur zhurma, fansat e të dyve janë në pritje, ndërsa video të tjera dhe foto të përbashkëta kanë filluar të qarkullojnë me hashtagët Gjesti dhe Bardhi, dhe nga fillimi te sot, njerëzit duan më shumë muzikë, duan ndjenja, duan vërtetësi dhe ky projekt duket se do t'i ofrojë të gjitha këto gjëra. Në fund të ditës, muzika është një gjuhë që flet më fort se çdo fjalë, dhe dikur ajo lind nga miqësia, respekti dhe historia përbashkët, që ka gjithmonë një shans të bëhet jo vetëm një hit, por edhe një himn. Në fakt, ky është lajmi më i fundit që Bardhi e la të kuptueshme në edicionin e parë të emisionit Vajzë dhe Djalë nga Sara Gjordeni, ku kanë folur për jetën e tyre, folën për paragjykime të shumta. Bardhi preku me disa fjalë që tha që në kulturën ku unë jam rritur në qytetin e Kumanovës dhe në këtë familje kaq të bukur tradicionale, ka mësuar që burri i cili prek gruan e tjetrit nuk është burr, dhe mua tha më vjen shumë keq që ty Sara ke qenë pjesë e komenteve negative që shqiptarët më kanë shkruar mua. Por në fakt janë një shembull i dashurisë, janë një shembull i një lumturie fantastike që duruan gjithçka, por besuan dhe dëgjuan vetëm zemrën e tyre. Në sytë e tyre, në qëndrimet e tyre, unë pash një çift që vetëm dashurojnë. Unë pash një çift që vetëm janë në vërtetësi, dhe unë pash një çift që vetëm e jetojnë momentin edhe shansin në jetën e tyre, dhe kështu bën. Bardhi dhe Sara jetuan çdo moment të bukur dhe publikut i dhan çdo moment të bukur. Në këtë intervistë pash vetëm dashuri të vërtet. Pash një Bardh të përkushtuar ndaj vajzës së tij, ndaj bashkëshortes së tij, dhe në çdo moment të jetës së tij, ai e bënte Sarën që ajo të dashurohet çdo ditë edhe më shumë tek Bardhi, që ajo të mos humbën kur ndjesinë e dashurisë tek një djalë i mrekullueshëm siç është Bardhi. Por në anën tjetër pash një Bardh i cili me të gjitha format e veta, me të gjitha dimensionet e veta, e bën këtë gocën të jetë e mrekullueshme dhe e bën këtë gocën të jetë fantastike. Do të thënë, pam shumë dimensione, pam shumë çka që në fakt e bën një çift të jetë glamuros. Dhe këtill ishte kjo intervistë. Bardhi dhe Sara na dhuruan emocione të bukura, ku Bardhi foli edhe për raportin e tij me Gjestin, që e ka shumë shok, e ka shumë dost, edhe që ka fol me menaxherët e Gjestit për një surprizë që do ta sjellin së shpejti.